duke thënë urdhra, dilni këtej, sulmoni ne, shtyni këtej, rrihni këtej, duke marrë 10 vjeçar duke çuar në qeli. Po, duke qenë se 10 vjeçari që qullon me gur duhet neutralizuar në atë moment, ndalohet pak apo jo? ndalohet pak, qohet polici, dhunohet polici dhe pastaj Qofse dhunohet, është gjë tjetër. Edhe është neutralizimi se ky penale. Por në qoftë si mund të jetë, në qoftë 10 vjeçari qëllon me gur dhe ti nuk e di se ku bie ai gur. Tani zoti Koçi nuk e di nëse keni informacion që është publik. 10 vjeçari shumë rrezikshëm. Sul Qela jo, që ka drejtorinë e policisë, të antidrogës, spitalet, dosje publike kjo. Krejt Elbasani kontrollon një suel. Me polici, me antidrogë, me spital, me gjykatës, të gjithë në borderon e tij. Ky nuk ju shtetson ju. A 10 vjeçari është gjë, ha? Ai sueli që kontrollon. Ato bare që kontrollon Shkodrën, ata s'ka rëndësi fare. Ju e njihni mirë, bile ka suel apo sali për mua është një lloj. Tani, jo, ti lëm zanoret si qanë. Ju vetë keni qenë qortues për qarkun e Fierit për fshirje të elementëve. Dhe i ka qëndruar zoti Koçi. Sepse keni informacion se ka të tillë. Më thoni një qark, Durrësi. Po ne kishim Edi Rama në listën e Qurbes, më burrat. Pse harrohen këta ndoshta zyrtare?